Tre fshatra në njësinë administrative Gorë në Bashkinë e Maliqit vijojnë të jenë të bllokuar për qarkullimin e mjeteve, ndërsa me zinxhir qarkullimi kryhet në 5 fshatra të njësisë administrative Dardhas në Pogradec, si dhe në aksin Velçan Bishnic, po në këtë bashki. E njëjta situatë është edhe në aksin Shtyll Panarit në Vidkuq të Korçës, si dhe në fshatrat e Devollit të Sipërm. Pavarësisht punës së kryer nga punojësit e bashkive respektive, ka qenë e pamundur hapja e rrugëve në Babien, Dyrbec e Marian të njësisë administrative Gorë në Maliq, ku jetojnë rreth 50 banor, pasi tereni është tepër i thyer malor, ndërsa bëhet fjalë për rrugë dheri në të cilat nuk mund të futen borë pastrueset apo fadromat për të pastruar borën. Në këto kushte e vetmja mundësi lëvizje për banorët është me këmbë apo me kafsh. E njëjta situatë është edhe në fshatrat Nic, Dërdush, Osnat, Lekas, Prenisht në njësinë Dardhas në Pogradec, ku qarkullimi mund të kryhet vetëm me vështirësi, me zinxhir nga mjetet larta. Të gjitha akset e tjera rrugore nacionale e turistike të qarkut të Korçës janë të qarkullueshme normalisht, ndërsa nuk janë raportuar as probleme me energjinë elektrike.